Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full ship show. What the zemrën? Shpirti jam Full Ship Show. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Zemër ju kam gjithë shikuesve të Full Ship Show, ku të që jeni, zoti ju ruaj gjithëve, pa përjashtim, të gjithë shikuesit e Full Ship Show, anë mban diasporës, anë mban treva shqiptare, jo vetëm shikuesve tanë, por edhe shikuesve të emisionet të tjerë. Zoti ju ruaj gjithë shqiptarët ku të që janë. Mirëmbrëma nga zemra Zvicrës, si gjithmonë, si çdo javë, si çdo vit tashmë, që 8 vite në Full Ship Show, shtëpia e diasporës, ju përshëndesim bashkë me kolegun tim Marash Pulaj, me djalin më të mirë që ka Zvicra. Sonte do kemi emision shumë interesant. Do kemi edhe reportazh, Marash. Do kemi edhe një mysafir shumë interesant, shumë ekskluziv dhe një temë që realisht ka për prekur shumë njerëz, por kërkojmë edhe ndihmën e shumë njerëzve për të na ndihmuar për të arritur qëllimin që kemi me këtë temë dhe me këtë emision që do zhvillojmë sonte. Në histori shumë e veçantë. Hera parë, ekskluzivisht e kemi një temë shumë interesante ku mos u largoni nga ekrani. Ju lutem që ndroni me neve ta shikoni këtë intervistë. Ju lutem që të merrni telefon çdo familjar tuaj, çdo njeri që njihni, që ta çojë kanalin televiziv të Radio Televizionit Seni për të parë këtë intervistë dhe po ashtu për të na ndihmuar që të arrim këtë qëllim që kemi sot në Full Ship Show, gjetjen e 2 prindërve biologjik nga mysafirja jonë që kemi në studio. S'po flasim më shumë për momentin. Derisa të vinte mysafiri, ne do falenderojmë sponsorët tanë dhe do ftojmë pastaj për të folur për jetën e saj në Zvicër, për jetën e saj në Serbi dhe për kërkesën e saj tash e sa vite për prindrit biologjik. Flasim pastaj. Vazhdojmë, Marash? Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Pristina Ticket që jemi me Full Ship Show. Ju ftojmë të gjithë shqiptarët udhëtarët të udhëtojnë me GP Aviation me Pristina Ticket nga Prishtina në Gjenevë, në Basel, në Zyri, çdo ditë po ashtu në 16 destinacionet e Evropës. Pristina Ticket, faleminderit shumë që jemi me neve. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Shumë faleminderit klinika më e mirë e transplantit flokëve në Prishtinë, më e mira në Ballkan, më e mira në Europë, Ozone Hair Clinic. Të gjithë shqiptarët që kanë nevojë për transplantin e mbjellëve flokëve, vetëm në Ozone Hair Clinic, më mirë, më sigurt, më pa dhimbje, më suksesshëm se në asnjë vend tjetër. Mos e ndroni shtëpinë më të suksesshme të mbjelljes flokut Ozone Hair Clinic. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë ADC Kosova. Shumë faleminderit Advanced Dental Center me doktor Fisnik Mekaj dhe me një staf dhe doktor shumë të tjerë, 50 personash të kësaj stomatologjie e cila është shumë e suksesshme në Prishtinë, ku na sjell buzëqeshën, na sjell të gjitha llojet e shërbimeve më mirë, më cilësor, më kualitativ se sa në çdo vend tjetër. Kështu që vazhdoni me ADC Kosovën të sillni buzëqeshjen, shumë bukur, shumë sigurt, shumë mrekulli e madhe është stafi i tyre dhe puna që bëjnë. Mjafton të klikoni nëpër Instagramin edhe Facebookun e tyre ADC Kosova dhe shikoni punën e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë AM Food.
AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit. Mos harroni që AM Food është fabrika më e mirë më e suksesshme në Zvicër sa i përket produktit të mishit, mishrave, i tërë dinjomt dhe gjitha produktet e Ballkanit, shija vendinjes vjen në Zvicër përmes AM Food. Produktet Hana janë produktet e AM Food. Blini në çdo market që shikoni produktin Hana dhe AM Food ka një cilësi jashtëzakonisht të madhe të mirë. Numrat e telefonit i keni, mjafton futeni në website, në rrjetet sociale AM Food, ja u sjell të shtëpia, të marketi ku doni më shumicë, ku keni dëshirë. Faleminderit shumë. Faleminderit M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit shumë. Të gjithë ata që kanë dëshirë me sjell mallra nga Kosova në Gjermani dhe në Zvicër, janë të lutur dhe të ftuar nëse duan të një transport të shpejtë, të sigurt me M-Transport. I keni numrat e telefonit, kontakti, Viber, WhatsApp, të gjithë kontaktet i keni dhe i sjellni edhe shpejt dhe mirë dhe lirë. Me M-Transport dhe nga Zvicra dhe nga Gjermania çoni mallra për Kosovë. Mos harroni ja ku i keni kontakt. Edhe sot, si çdo javë, të mësojmë pak shqip para se të vazhdojmë me misafirt emisionit. Po, patjetër. Vazhdojmë me sepse jam të dashur me nxitu medalët e historia jonë sot që të kërkesa që duam të bashkëpunojmë me gjithë shqiptarët. Nga autoriteti e mediave audiovizive në Shqipëri, bashkëpunim i ngushtë. Rubrika Mësor Shqip në Fol Shqip. E kemi me zonin Armela Krasniqi një bashkëpunim të ngushtë, forma të gabuara të shprehurit në radio televizione dhe forma të sakta të shprehurit që duhen, zëvendësuar me ato të huaja. Atëherë, forma e gabuar eskaloi situata. Eskalimi nuk është shqip, pra fjala eskaloi nuk duhet përdoret. Përshkallëzim, pra është shqip. Eskalimi zëvendësohet me përshkallëzim. Esenciale, pra është shumë esenciale. Esenciale e përdor marrësh, e përdorin shumë njerëz, e kemi përdorur gjithë, por nuk është shqip. Esenciale duhet zëvendësohet me thelbësore, pra është shumë thelbësore. Thelbi, tamam si që duhet me tamam shqip. Skype, bëje, që është kjo? Bëje skip. Bëje skip. Bëje skip, fshije hiqe, largoje. Pra bëje skip, e ke parasysh kur bëje skip, fshije hiqe, largoje. Kjo është shumë e kuptueshme, skip nuk është shqip. Fshije ose hiqe, largoje. Apologji marrash. A përdoret kjo? Apologji, se kam një gjuhë në herë, po mbas autoriteti është monitorues shumë i mirë dhe i ka vërejtur që në radio në televizion ka dëgjuar diçka tillë, por fjala apologji hiqet, shprehja apologji hiqet edhe zëvendësohet me atë shqip falje. Shumë më mirë. Diskret. Është e përdorshme nga shumë njerëz, marrash që duhet zëvendësohet diskreti me i matur apo i kujdesshëm. Diskret do të jesh diskret, do të jesh i matur. Memorje, realisht memorje përdorim shpesh, por nuk është që se përdorim dhe kujtesë. Mirë, po memoria nuk është shqip. Memoria zëvendësohet me kujtesë. Sekular. Po, sekular duhet më zëvendësu me fjalën laik, edhe i bën shteti mundet më kon shteti sekular ose laik, do më thënë që shteti sistemi është i ndan prej fejes. Shteti laik, shteti sekular. Absolutisht. Këtu në Gjermanisht nuk përdoret sekular, thojnë. Përdoret po, sekular. Amo laik është tek ne. Është tek ne. Pra laik është në gjuhën shqipe. Kështu që shumë faleminderit për kontributin që i bëjmë bashkarisht gjuhës shqipe, Autoriteti e Mediave Audiovizive, faleminderit zonja Krasniqi, faleminderit shumë. Marash, tash ideja është që ta zhvillojmë një intervistë bashkë. Do kesh pak punë për të na përkthyer, për të bërë disa pyetje në gjuhën gjermane dhe për të na përkthyer në gjuhën shqipe, thelbin e përgjigjeve.